Njerëz të dashur, hajde ta ndëgjojmë çët pjesë që e ka knue Rejdi me Durim Malën, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. S'po kom ku me typ, s'po kom ku me t'kru, as qëshnia jote, sot u mu lajmru. Ma ke u pëzë shpres, e m'gellon pa fry, me tash ku me qet, bashkur je kam vyn. Kam provu me jetu, pa ty po nuk kam mujt, shumë po tu me t'malku, po s'muj me t'patu vujt. Kam provu me jetu, pa ty po nuk kam mujt, shumë po tu me t'malku, po s'muj me t'patu vujt. Sinqerisht menoj që Rejdi është njëri prej artistave që e meriton me pas ma shumë famë, edhe e meriton me pas atë vëmendjen për talentin që e ka. Sepse në për shumë raste kena po që kanë dhes disa persona veç pse kanë investuar në për klipe, a zonin e kanë zerë. Do me thonë Rejdi e ka zonin perfekt. Besoj e keni ndëgjuar tonë. Por Durim Malaj nuk jem qashtuin për këtë pjesë sepse ky është njëri prej artistave më të mirë që e kena. Po unë pse e bona këtë video është që mi dhon për kraje më të madhe Rejdit, sepse e meriton ma shumë se dë që janë të famshëm tash. E meriton për shumë arsye, po njëna prej arsyeve është që e ka zonin perfekt. Kështu që ju që më keni follow edhe më keni ndjek deri që tash, edhe ju që ajni orë të rim keni bo follow, hajde me shku me mbështet Rejdin, edhe t'ja dhojna atë famën që ky e meriton me pas.